hapet zyrtarisht Green Coast Hotel & Gallery Collection, hoteli I parë me 5 yje plus në Rivierën Shqiptare në Green Coast. Ky investim madhor është rezultati I partneritetit mes grupit Balfin dhe Accor, një nga rrjetet më të njohura globale të hotelerisë. Në ceremoninë e përurimit ishin të pranishëm figura të shquara, CEO-ja e Sofitel M Gallery Emblems, Maud Bailey, zëvendës kryeministra Belinda Balluku, si dhe mjaft politikanë të tjerë, diplomatë dhe artistë. Fjalën e parë përshëndetëse e mbajti themeluesi dhe presidenti I grupit Balfin, Samir Mane. Sot është një moment që shënon një hap strategjik për ambicien tonë të përbashkët për të vendosur Shqipërinë fort në hartën globale të turizmit elitar. Opening a new brand in a country. Të sjellësh një brand të ri në një vend është një moment patriotik që drejton Shqipërinë drejt mundësive të reja për bum turistik. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku shpreh se qeveria shqiptare do të jetë gjithmonë krah investimeve që mbështesin objektivat strategjik të turizmit të vendit. Now it's our turn. Tashmë është radha jonë të bëjmë më të mirën, në përputhje me të gjitha nevojat që industria e turizmit ka në Shqipëri. Industry have in Albania. Green Coast Hotel & Gallery Collection ofron 131 dhoma dhe suita luksoze të gjitha me pamje nga deti jon, një spa moderne dhe 4 restorante të rafinuara. Hoteli ka krijuar mbi 500 vende pune dhe pritet të kontribuojë ndjeshëm në zhvillimin e ekonomisë lokale.